Ja, unë e kam bërë fjallën time, kufi detar. Të keni për 2 libra, zoti Guri. Po, midis drejtësisë. Ju sugjerojmë këtyre zotërinjve që mund të jenë në komision. Pse mos i lexojnë? Eksakt. Kufi midis drejtësisë, ekitisë dhe historisë, ku ka 3 pjesë. Njëra pjesë është historia, që është vetë Korfuzi i banuar nga edhe sot. Shumica e tyre janë e thon vet, nga Fieri, nga Myziqeja, nga Piluri, nga Imara, 80% shqiptarë dhe sot në Korfuz, pasi kanë pur 12 të reja. Ekitia është e drejta e moralit, barazia që ti me që je shteti fuqishëm nuk, për shembull unë jam i pasur dhe unë të shikoj vendër ty, ose unë jam më i mençur dhe ty shikoj si të trajtoj si një. Për të mençur jo, këtë se pranojmë, po janë më me eksperiencë të themi në atë. Po me eksperiencë, kanë gjysmën e mesdheu. Po nuk e bëri Italia me Shqipërinë. Po nuk e bëri Italia. Nuk e bëri edhe Italia kishte eksperiencë detare, shteti i madh, nuk e bëri, e ndau me ekitim me barazi. Këtë duhet bënte edhe Pallageri, nuk e bën. Ne duam drejtësinë dhe nuk na nxiton gjë. Nëse i bëjmë marrëveshjet, i lëm, do t'i diskutojmë, por nuk na ashtu na këtë nuk kemi obligim të bëjmë delimitim dhe të gjithë ata që kanë folur dje duhet të flasin edhe sot. Mua më vjen keq që ata që kanë folur dje sot kanë heshtur. Bravo. Nuk e di arsyen pse ata që flisnin dje kanë heshtur sot, por unë ftoj që ata që flisin dje të flasin edhe sot. Bravo. Vetëm kaq duhet bërë. Eksakt, ju bëjmë thirrje që ta ngrënë zërin. Shumë e drejtë. Sepse ishte pikërisht ai zotnia Pasha, ai që e ngriti si problem, ai detyrohet gjithë kombi shqiptar aty për atë që ka bërë. Sepse ishte një skandal i vërtet ajo falje me të dyja duart kështu asaj hapësire detare. Zoti Gozha, keni ndonjë gjë për të shtuar? Se kalojmë në një pjesë tjetër, zoti Ditan, kemi një pjesë tjetër ne. Ju kërkojmë leje të kalojmë në një pjesë tjetër. 7 minuta duhet kalojmë disa zoti regjisor. Kela i dashur. Po, bravo. Shiko, që i shërbej në kësaj që diskutuam. Po. Kemi një hartë ku vjen pikërisht që unë i quaj me të drejtë zoti Goxhaj popull i lirë. Nësa këta në kam mësuar në për libra për ta zhbërë forcën, karakterin e popull i lirik, këta i quajnë fise i lire. Dhe ti ke mësuar të gjithë ne, ke mësuar një histori dhe vazhdojnë edhe sot që me një konotacion të ashpër, negativ, o barbar, o fise, o asnjëherë popull. Ndërkohë që po t'i vësh re, të gjithë popullit e Ilirisë janë me mbretër, janë me banka, me monell, janë me monell, të rakme, me monell, janë me mbetëresha, janë me këshilla, preknish, janë me këshilla bashkishe, ka pritan, byllisi, ka pritan. Që i pritan. Që i prinë të tanë, dhe kërë i thua një akademiku, ore pritan, lërë me fjallë greke, ore fjallë aprije dhe tanë. Nuk ekziston veç e veç dyja këto në konceptin helenik, nuk ekziston si fjallë prije dhe tanë. Do të them që këta popull, që janë popull hynor të mirëqarit të dytë, mirëqarit para e Krishtit, para e Rëson, dhe shikoni e pirin, i cili qëndron stoik me kufit e veta, edhe me kufit të qartë me Greqin, ndërkohë që, si që ta që më përpara, me Ilirin ka kufit edhe me Macedonin, që është një popull, një karakter, një histori, një dhimbje, edhe qeteshin njësoj, dhe kishin burojnë në diell njësoj, kishin burojnë me shqipoj njësoj, kishin pelerinën që e mori Romaku më vonë e kishin njësoj, karakterin, sjelljen ndaj moshës të pleqnis e kishin njësoj, pregatitjen e fëmijëve luftarakë dhe të ditur e kishin njësoj, edhe prandaj greku, edhe gjuhën e kishin para njësoj, gjuhën, dhe greku asnjëherë nuk i quajti pjesë kulturës vetë dhe i quajti barbaros në kuptimin të huaj, që nuk ju përshtatën edhe nuk, sepse kishin kulturë, unë në diturin time, baras edhe më të lartë se kultura greke. Pavarësisht se neve na thonë që kultura greke dhe romake, sepse është me ligj, zoti Ditan ne kemi diskutuar kaq herë me zotin Balej, edhe me të ftuarit që kanë ardhur special që jashtë me ligj, që çdo lloj e vyrë e antikitetit do quhet greko-latine. Dhe ai e gjen atje Pellazg, e lexon grek. E lexon Manchester, e lexon Liverpool. E shkruan Manchester ose e shef Elinas e lexon grek. E shef Epir e lexon grek.
Pra, shikoni se sa djallëzira janë bërë në gjithë librat me origjinë romake apo greke, apo dhe të tjerëve autorëve të mëvorshëm. Kalohet lutem? I madhi Aristid Kolla, Arvanitas i famshëm studiues i jashtëzakonshëm, ka thënë një fjali të madhe te libri i tij, që të vërtetosh që je grek, duhet të vërtetosh njëherë që je shqiptar, thot ai, sepse ajo bën lidhjen me antikitetin. Shikoni, këtu kemi një artë të Shqipërisë, pas së kohe ku lexohet qartë Dardania, lexohet Dalmacia, e Mathia e madhe, Dalmacia te i Matit. Mathia ishte Shqipëria e Mati, Mirdita, Dibra, deri në përfshi Strugën e deri në Orë, që është e Mathia, edhe Maqedonia vetë. Dhe më poshtë, si pas Ptolemeut, ke një vend që quhet Albanopolis. Po aty, Albanopolis. Qytet, po Armand Ptolemeu thot që ky Albanopolis i viteve 150 mbas Krishtit, i rënuar, i shkretuar, të kujton qytetet luzuara të shekullit 7-6-5 para Krishtit. Pra, Tirana, që është qendra ose Kruja, Zgardheshi, qendra Albanopolis, janë vazhduesit, por në kohën e Ptolemeu 150 mbas Krishtit, ishin të rënuara, të shkretuara nga ajo që quhej perandori romake, e cila erdhi, shkretoi, dogji, vrau, bile në Berat ka vrarë 16 vjeç edhe sipër. Lufta qendrore e Ilirëve romake. Po. Dhe shikoni pasaj se si kjo lloj shkatrimi edhe kjo lloj në gjuhën moderne ruin e shkatruar, po të kujtonte thot qytetet luzuara. Pra kjo është ardha për të që kemi patur Dardanin, që në midveçarin e parë, apo shumë herë më herët, dhe Albanopolisin e kemi në rrethinat e Shqipërisë mesme, Durrës, Peqin, Elbasan, Mirditë, këto që është Albania ose Albanopolis si asaj kohe. Urdhon art tjetër? Këtu kemi 4 nga 25 perandorë, Klean Dardan. 4 perandorë. Thuhet 30 ca kanë qenë. Po, nga 25, po edhe 25, po kjo ka ngel. Dardanët përmendën që në luftën e Trojës. Po, Iliada, ai e përmend Dardanët, po, ata luftëtarë që nuk palaheshin kur, pra përmendon mirë atë. Eksakt. Dhe këta Dardan, 4 nga këta janë 4 perandorë që ekzistojnë në muzeut e Firenzës apo të Perugias, janë kemi 4 perandor me origjinë dardane, që janë sot pjesë e dinastisë perandorëve të perandorisë Romës. Pra, që nga Konstantini i Madh, Justiniani i parë, pra janë që nga nip të Eneas, vetë Eneadi, Enea e kishte mbiemrin Enea Dardaniti, që vajti themeloi Romën. Enea Dardani. Sepse edhe Virgjili madje te Eneda, po Enea. Po ne kemi paraqitur teleshikues ku keni parë se si Dardani është djali i Zeusit, nga Dardani vjen gjyshi i Leukomedonit, ky Leukomedoni është jati i Priamit, Priami jati i Parisit, i Hektorit e me radhë. Pra, linja Dardane vazhdon dhe pikërisht nga gjithë lufta e madhe e Trojës, ky Dardani se zhduket historia. Edhe nga ky tunel, vetëm Enea delti, me ankizin në krah, me gruan, me fëmijën që e ndiqte, edhe me shpur, me ushtarët që e ndiqnin. Zbarkon atë që quhet Albano. Pra Dardani, që ishte pjesa kryesore e luftës, ai doli për të vazhduar jetën tash në vende të tjera, në Rom, apo në Angli, apo në Gjermani, apo në Francë, ishte Enea Dardani, pra që. Po. Shikoni këtu, kemi përsëri Dardani, një artë e viteve e shekujve të midveçarit parë, një artë që tregon shkëmbimet tregtare, popujt e atërshëm grekët, shikoni grek, lidhja greke, Athinë Spartë, shikoni Dalmacia, Dardania, mbretëria Ilire e Pire, shikoni me atë ngjyrë roz, Thrak, Maqedonës, gjitha janë një popull, gjitha quheshin Not Greeks, Thrak, Maqedonës, Thrako Ilir, Epir, Dardan, Ilir, që të gjithë quheshin Not Greeks, Not Helen. Not Helen, se Greeks nuk ishin atë kohë, po Not Helen. Jo që përqafuan kulturën helene. Dhe përbërnë atë popull që është i popull shumë i madh që edhe në kohën e perandorisë romake, këta kishin gjithë territorin nga Danupi,
deri në Kretë, zoti Barej. Nga pjesa e Turqisë Perëndimore deri në përfshirje Italinë. Pasardhës të Pellazgëve që të gjithë. Pavarësisht se pastaj më vonë. Dhe mbaj një sekondë. I shikoni këto janë luftrat Romako-Dardane, Romako-Ilire. Romako-Ilire. 3 luftra aty. Po më gjeti ndonjë person që ka një luftë Romako-Greke, i qofsha falti. Pa luftra që vetëm kur luftohesh me Dardanët, kishe drejt 6 ditë Romaku të festonte me kupa me verë në aqet e triumfeve. Vetëm luftë, nuk ishe me Kartagjinës. Vetëm luftë me Ilirët dhe me Dardanët që është fitore ose që është një lloj shenje në histori që ata duhet të frenin 6 ditë mas luftës. Vetëm pastaj ishin ushtarët ilirë që ndihmuan perandorinë romake në ekspansionin e saj në gjithë Europën. Ishin të pathyeshmit ilirë, po dhe vetë perandorët, po dhe ushtarë dhe gjenerale të gjithë ilirë. Jam shumë dakord. Kalo këtë tjetër, lutem. Këtu kemi fjalën Albanoj. Pra kemi të bëjmë një plak vari, ku aty është gjetja e jetës. Shikoni shenjën këtu, është gjetja e jetës. Kjo është shenja gjetja e jetës. Lulja e jetës. Ja dhe fjala Albanoj.